Shumë bukur. Disa korrigjime të vogla duhet bërë, por artikulli është shumë i qartë dhe informativ. Do ta votoni? Sigurisht, i përgjigjet shumë mirë numrit të ardhshëm. Sa mirë, faleminderit. Mendo për ndonjë temë tjetër. Më pëlqen se si shkruan. Me gjithë qejf. Falni. Për çka është kjo organizatë grave? Po ja... Falni, duhet shkaj. Zana! Ja mere këtë. Këtu i kite gjitha informatat për organizatën tonë. Na merë mendje se do të të interesoj. Faleminderit. Dhe vepra e fanolit nga Zana Dalipi do të votot numrin e ardhshëm. Oh, sa mirë, të lumt. Do të vras kur të mbaroj drekën. Mirë. Çka ndodhi nën? Asja. Do të kaloj. Mos u shqetëso. Mirë jam. Nuk dukesh mirë. Mos u shqetëso. Do të kaloj shpejt. Ish mos sa bëj të madhe. Mua nuk më duke se do të kaloj aq shpejt. Ardha, është me rëndësi t'i merrni barnat në rregull dhe të pushoni mos pak për një javë. Si thua, doktor do bëj. Faleminderit, ditë e mirë. Ditë e mirë. Zana, kujdesu që t'i bërë të gjitha në rregull. Do të kujdesem, faleminderit, ditën e mirë. Ditën e mirë. Si u zje dita këtyre mjekëve, po se te pruan pak. Oh, nan, ti si e mirë, ty të duhet pushim, do të dëgjash mjekun. Ashtu e, shtabi darkën për 10 vetë. Mjeku nuk më besojt. Po kjo është shumë thjesht. Darka në shtym për më vonë. Asnjëherë nuk ja shtyr darka të shtëpinë tonë. Edhe? Edhe, unë jam nusja e shtëpisë. Nuk e kupton? Për detyrë kam. Hajde.
nuk do vonohen gjatë. Që nga mbarë mirë. Zana, po vjen apo jo? Nga ora 6 të mëngjesit, gjerë në orën 3 pas dite e thej kurrizin duke punuar, për të siguruar kafshatën e gojës, kthehem në shtëpi i lodhur nga puna, me dëshirën më të madhe, që takohem me familjen time, t'ulem të ha drekën ashtu si që do zoti, që ndodh. Shtëpia e zbrazur, ju shëtiti në për qytet, dërsa mua më pëlqet truri nga urria. Më falë, me njerë për pregatis drejtë. Sigurisht do të pregadisish, tani kur ka hyrë tensionin 200, ka nërmenja se do të pregadisish. Babi, ne nuk shëtiteshim në për qytet. Rishim të mjeku sepse mami pati dhimbje të mëdha në shpinë. Çfarë tha mjeku? Asja, 1/3 e vogël. Tani jam shumë mirë. Mjeku tha që shumë serioze. Që, unë nuk mbaj mend se ti të kesh pasë dhëmbje në shpinë dhe jërë. E po, e ngrita vetëm pak si shpejt këtu dhe në fakt pata pak dhimbja, më tani jam mirë. Mjeku tha që duhet të pushash. Zana, mjaft me. Me gjë, se mjeku thot se është serioze, atër vërtet është Po serioze. mjeku nuk thot se është serioze dhe unë tani ndihem mirë. A ka mundësi të dilni nga kuzhina që unë të vazhdoj punën? Hajde, jashtë. Me ndje shumë mirë. Si urdhoni zotëri general. Më mërzit e kotë. Me shem se sa të forte ke nënën. Si kur ti të kesh fuqinë e nënës sate, për gjysmë sa ka ajo, kur njët nuk do të keshe pengese. Aro, them, Ilkën dhe ndryqimin i kam ftuar në darkë me 20 njëshë. S'kesh kuptimin pasi tjeri. Po ti ke bërë pregaditjen për 10 veta, po edhe 12 njësoj, e? Po, sigurisht. Unë kam përgatitur darka dhe për më shumë se 12 vetë. Iq mos ki gale, çdo gjë do t'jetë në rregull. Me më ziq po pres. Što ti je, Mateve, сега? Što ti je tebe? Samo zato što si maško misliš дека имаш право да наредуваш?
keni nevojë për ndihmë? Jo, faleminderit. Zana. Unë jam Merita. Dhe të vazhdojmë apo jo? Shumë paskelar. Si çdo herë. As më shumë e as më pak. Me gjithë ato është shumë punë. Shumë më pak kjo është. Unë jam nusja. Unë duhet ta bëj këtë. Punë e randa. Laj oborin, ndreq krevate, shërbej mysafir, lajen. Të gjitha këto punë i bën edhe nëna ime. Por tash është e zëmur. Sigurisht që është keq. Sidomos kur duhet t'i bësh vetë. Mos thësh diçka keq? Jo. Unë di shumë mirë t'i bëj punët, kupton? E unë mund t'im do njerë të bëj shoqëri. As në ndër se kam parë se do të mbaroj kështu. Si? Edhe pak do mbaroj anglishtën kur e takova bujarin. U dashurua me njëherë. Ishëm shumë të lumtur. Ai do bëj inxhinier. I kishim bërë të gjitha planet. Do martoheshim, unë do ligjeroj anglisht, ai do punonte në fabrikë, do të merrnim një banesë me qirasa për fillim. Bile edhe emrat e fëmijëve i vendosëm. Çka ndodhi pasaj? Babai i bujarit u sëmur. Duhet të operohet, por s'kishte të kohë. Prandaj bujari shkoi jashtë të punojë. Po pse nuk shkove edhe ti me të? Çfarë pyetje? Sikur nuk e din ti. Unë jam nusja. Unë duhet të kujdesem për pleqt. Po kjo ty nuk të pëlqen, apo jo? Çfarë lidhje ka kjo? Kur je nuse, askush nuk të pyet çfarë të pëlqen e çfarë nuk të pëlqen. Po duhet ta bësh atë që pritet prej teje. Po kjo është marrëzi në qoftë se ti nuk je e lumtur. Do ta shohish edhe vetë kur të bëhesh nuse. Duhet shkoj. Pse kaq shpejt? Unë kam punë, duhet të mbaroj një artikull për gazetën e shkollës. Shumë bukur. Edhe unë kur isha në shkollë, shkruaja për gazetën e shkollës. Shumë mirë. Mirë pafshi. Vërdan, shërbej. Jana erdhi edhe vajza shtëpisë. Zana, mos ta ka kafshuar maca gjun. Mirë se erdhëm. Mirë se gjeta moj bukuroshe. Mirë se erdhëm. Mirë se të gjeta, po sa që në ke rritë moj. Po shkoj në kuzhinë të shoh se çfarë bën nëna. E tani do të shohim se është mësuar të shërbej vajza shtëpisë. Zana, sa mirë që erdhe se janë vonë. Mere qajnë të shërbesh mysafirve. Pse? Që mysafirët e dashur të shohin se a ka mësuar të shërbej vajza e shtëpisë? Shht, qa do të thuash me këta? Ha? Digja, me të vërtet tani nuk kam kohë për kështu muhabet e koti. Mirë, do të shërbej qajnë, por dje se këtë e bëj vetëm për të ndihmuar ty, e jo për të treguar mysafirëve se di të shërbej. Shihe këtë bukuri. Si zanë, mo ashtu si ka emri. Lup shtëpia që do ta ketë për nupse.
Më ke turpruar mua, në nën tënde dhe vetën. Ku e kishe mendjen? Çfarë mendoj? Ti shërbesh mysafirët është nde. Dalip, fatkesit edhe ndodhin tani. Po nuk u cojnë të ndodhin fatkesit tilla në shtëpinë time, qartë? Nuk ishte fatkeqësi. Si? Moj vajzë, mos fon marzira. E bëra me qëllim. Bëre me qëllim? Po pse, moj bej, pse? Ja pse? Sepse është e pa edukat dhe arrogant. Ja pse e bëri. Po kjo nuk din as kur bjen, as kur qohet. Këtë vetëmin qëllim që e ka të më ofendoj mua dhe familjen tim. Ja pse e bëri. Më ke ofenduar pa mas këtë ta dish. Dalip. Në vërtet, ti je fajtore për gjitha këta. Unë, sigurisht ti je nëna e saj. Ti duhet të edukosh, e jo ti dalish mbrojtje vazhdimisht kur bën kjo mërzit tilla. Unë! Një gjë desha të të them, kur të vinë mysafirët nesër për darkë, cilësh si një vajzë që i ka hije. Ta them për të mirën tënde. Ndryshe do të dalë fjala se je e egër dhe askush nuk do të martoj. Jeta ka rregullat e veta dhe ti duhet t'i mësosh. Është shkruar me shumë thëdërim. Po, edhe ashtu duhet jetë. Do ta botoni artikullin apo jo? Asnjëherë s'e kam parë kaq të këdëruar. Zana, çka të ka shqetësuar kështu? Do të flasim pak për këtë? Pa drejtësi që u bëhen grave, kjo me hidhron. Nuk bëhet fjalë për ndonjë grua të veçantë. Do ta botoni artikullin apo jo? Më së pari do të bisedoj. Do të thotë juve nuk ju pëlqen artikulli. Nuk thash ashtu. Unë mendoj se si paku ju do më kuptoni. Zana, mua më pëlqen shkrimi yt. Por hidhërimi nuk mjafton për një artikull. Hidhërimi është ytësi mirë për të shkruar për ndonjë çështje. Por çështja nuk zgjedhet vetëm me hidhërim. Duhet të jepë sugjerime konkrete. Me gjithë qejf do ta kisha lexuar edhe një herë, po punove pak me ta. Çka ka ndodhur këtu? Ula të marrë tepsi në furrë, ku më përcëlloj një dhimbje të mërshme në shpinë. Edhe do gjadorën. Ofroma pa gotën me ujë. Gati, ja qilësat, tani do të tërgoj njek. Nga dalë, babi, nga dalë.
S'ka tjetër. I mbetet zanës kjo punë. S'vjen parasysh, unë këtë punë nuk e bëj. Çka? Dëgjoj. Nuk kam kohë të merrem me kokëfërsi tua këtu. A jeti vajzë e kësaj shtëpi apo jo? Do ta bësh. Sigurisht se do ta bësh. Unë një herë thash se nuk e bëj. Dëgjoj këtu. O, ndaluni. Mos vazhdoni me. Kjo punë vetë nuk bëhet. Pse jo? Po ti e ke bërë gjysmën e përgatitjes? Edhe atë vetë? Pse të mos e vazhdoj edhe gjysmën tjetër zanë? Po pse ta bëj unë? Sepse nesër mbrëmje kam të ftuar 12 veta ndarë, kupton? Ani qka, e për këto unë ta shkatroj shpinën duke punuar vetë? Ja qka fiton duke punuar vetë. Shiko si është zberdhur. O, ne duhet të anullojmë të arkën dhe aqë. Bravo. Bravo, sa bukur që e pas ke menduar. E pastaj ty më në gojtë familje sonë? Po e di se çka do të thotë familja, se nëna yte nuk është në gjendje të bëj të përgatit një darë, e ke qartë, a ke menduar për këtë. Oh, tash e kuptova. Ti në të vërtet mërzitesh ke për nënën, a? Dëgjoj këtu, mos më bëj ti këtu e mençur. Me që ti nuk donë në ndimosh, po e thras të zënë mihrije ta bëj këte. O, një qka? Po e thras lullën, ajo me gjithë qef do të në ndimoj. O, Dalip, njerëzit janë të zënë. More, unë tërkohën mundon të zgjidh problemin e ju nuk lëvizin nga vendi. Unë kam një sugjerim. Të dëgjoj. Ti të gatuash, Zana të ndihmoj. Në që tërë jetës sime, asnjëherë nuk jam futur në kuzhinë në mëjë. Të ke fundit, ma dhe mos harro se unë jam burë, të talën njerëzit me mua. Unë nuk talën. Talësh ti nënë? Jo. Hyn. A, Zana, më ndihmo. Kjo është arsyeja që më thirrët? Jo, për artikullin. O, në qoftë se edhe këtë artikull nuk e botoni, vetëm më thuani drejt nuk ka problem, me vërtet. Mund ta marr pra. E nde ka shumë hidhërim në të, por ka dhe sugjerime të mira rreth çështjes. Gratë dhe burrat mund të diskutojnë çështje dhe të arrijnë vendime që do t'i kënaqin të dy palët. Kjo është pjesa më e mirë e artikullit. Jo, me vërtet ju pëlqen artikulli? Shumë. Bajnë dhe uthullin, e ke poshtë në sirtarin e dytë. Bardha, a Dalipi I ka bërë të gjitha këto? Po. Bravo, Dalip. Mos e një grua, na morën në qafë të gjithë neve. Edhe unë kisha dashur që burrim të veproj ndonjëherë kështu. Do t'isha me lumtur. Se duket në ta thokë. Ishe smusi Bardha, do të kisha ndihmuar. Por zakonisht, ka punë burrash edhe punë grash. Papa. Unë vetëm një gjë desha ta them. Ka do punë cilat janë të vështira për t'i bë cili do që t'jetë vetëm, pa marrë parasysh grua apo burr. E këto janë punët e shtëpisë. Ma në fund, u gjindë një burr të na i pranoj të gjithë. Bravo, Dalip. Do t'a ngrej Bravo. gotë për kuzhinjeri me ndihmësen e ti.
Për kuzhinjerin dhe ndihmës e ti. Gëzuar e mirë se erdhët. Gëzuar.